Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 10 maj të 2025. Duket se është pikërisht kjo ditë shumë e rëndësishme në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet dhe ndryshimet të një pas njëshme që mund kemi. Kjo data 10 mbart në vetvete shumë ndikime pozitive, që janë, kemi një ndikim planetar që do të thotë Mërkuri që kalon në shenjën e Demit, duke na bërë më praktik në përpunimin e informacioneve që marrim, më të ngadalt në marrje të vendimeve, më të përqendruar në qëllimet tona, por ndoshta edhe më të vendosur. Favorizohen shumë shenjat e tokës, përkatësisht Demi, Virgjëresha, Bricjapi, si dhe në çështjet e komunikimit dhe udhëtimeve profesionale apo ka të bëjnë me financat dhe dokumentacionit, janë gjithashtu të shenjës së zjarit, siç janë Dashi, siç janë Luanët dhe shigjetarët të dhjetëçit të tretë. Ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Shfrytëzojnë në maksimum këtë ditë, se është ditë shumë e rëndësishme mbi punën dhe mbi karrierën dhe dashurinë e munguar. Është një mundësi gjithashtu sepse duke pasur parasysh periudhat kur ndodhin fenomenet, ngadonjëherë neve i anashkalojmë, por kjo do të thotë që nuk mund të anashkalosh gjërat ashtu siç mendon, por kërkohet më tepër kohë dhe vëmendje. Sa më të sigurt jemi për të ardhmen, aq më mirë dhe më lehtë bëhen punët. Por nëse neve kemi mendësitim, atëherë kur nxitojmë asgjë nuk bëjmë përveç se shkojmë hapa pas. Që të ecim hapa përpara, duhet që neve të dimë çfarë bëjmë, të dimë ku do shkojmë, dhe kjo është ajo që na bën më korrekt, ajo që na bën më të sigurt për të ardhmen tonë. Por gjithsesi, këto shenja që thash pak më lart, të gjitha shenjat e tjera që kanë të bëjnë në ditën e sotme, të datës 10, ku është dita shumë pozitive, prandaj shfrytëzoni, sepse duke pasur parasysh pastaj me kohën, me ndryshimet, java tjetër është shumë e vështirë për arsye të punës ose të vendimeve të gjërat që çfarë bëhet sot ka ndikim në javën që vjen. Prandaj edhe them dhe ju përgatis për gjëra të tilla, sepse është një kohë mjaft vendimtare në lidhje me çështjet afatgjat ose çështjet që ndodhin dhe diktojnë në fushën e karrierës. Por një mundësi, një kohë e artë që është në çështjet dhe vendimet që mund të merren edhe në periudha të ndryshme.